تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, vëllezër të dashur dhe të nderuar. Është një nder i veçantë për mua që të jem këtu në mesin tuaj, në këtë xhami madhështore këtu, ku për kujdesen për këtë xhami vëllezërit ton të dashur, ashabul fath, burrat e el fath, dhe në kryet të tyre imami i kësaj xhamis, Sheikh Gjemal, Allah e ruajt dhe ja shpërblet me të mira për mundin, për organizimin, po ashtu edhe vëllezërve, domethënë që janë pas tij dhe që kontribojnë në mënyrë të pa lodhshme. Dhe po ashtu gëzohem që me i pa këto ftyra të ndritura dhe të etura pas dijes, dhe lusë Allahun subhanahu wa ta'ala që me na dhënë beriqet në atë që e themi dhe në atë që e dëgjojmë, dhe më pas Allahu është ai i cili e krijoi vdekjen dhe jetën që të na provoj se cili prej nesh do të jetë më i mirë në vepra. Ai, Allahu subhanahu wa taala, na i ka fshehur afatet tona, domethënë kohën e vdekjes. Allahu i lartëmadhëruar na krijoi në formën më të përsosur, na dalloi mbi shumë prej krijesave dhe na nderoi me mendje, si dhe me të gjitha shqiset dhe gjymtyrët që të kërkojmë ndihmë me to për ta realizuar atë që Allahu kërkon prej nesh. Ai nuk na la të mbështetemi vetëm në mendjet tona për ta njohur atë, për ta adhuruar dhe për t'ia dhënë atit hakun e madhështisë të tij, por na dërgoi një të dërguar i cili na e përcolli mesazhin në mënyrë të qartë dhe të plotë. Ai zbriti një libër që është sqarim për çdo gjë, udhëzim, mëshirë dhe përgëzim për muslimanët. Meqense jemi në fillim të seminarit, e përkujtoj veten dhe juve, vëllezër të dashur, për rëndësinë e sinqeritetit në kërkimin dhe marrjen e dijes. Për rëndësinë e sinqeritetit në kërkimin dhe marrjen e dijes. Dietari i madh Sheikh Abdussalam ibn Bergjiz rahimahullah ka përpilluar një libër i cili e ka titulluar Awaiqut Talab, pengesa në kërkimin e dijes. Dhe pengesa e parë e ka përmend shehu duke thënë al-aiqul awwal talabul ilmi li ghayri wajhillah. Pengesa e parë, kërkimi i dijes për diçka tjetër përveç fytyrës së Allahut. Kjo është pengesa më e madhe në kërkimin e dijes, që njeriu me synuar me dijen diçka tjetër përveç kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala. Dhe shehu thot dhe vazhdon, kjo është për shkak se dija, dituria e ka fituar vlerën dhe nderin vetëm sepse është e sinqert për hir të Allahut të lartësuar. Ndërsa nëse ajo kërkohet për dikë tjetër, jo për Allahun, atëherë nuk ka në të asnjë vlerë. Nuk ka në të asnjë vlerë. Përkundrazi, ajo është sprov
barë e rëndë dhe përfundim i keq. Sahnun rahimahullah ka thonë, Ibnul Qasim rall her na drejtohej pa thonë, kini frikë Allahun, sepse pak nga kjo çështje, do më thonë dituria, me devotshmëri ndaj Allahut është shumë, ndërsa shumë prej saj pa devotshmëri është pak. Shumë prej saj pa devotshmëri, pa sinqeritet është pak. Tani do të hyjmë do më thonë në temën që është e lajmëruar dhe është asbabu istiqamati shabab, shkaqet e qëndrueshmërisë të rinjëve, që është do më thonë një shkrim, një risala të dietarit madh Sheikh Zeid ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah, ku e ka përpilluar këtë me kërkesë do më thonë të disa institucioneve që kanë pa do më thonë nevojën e madhe që me ditë robi, muslimani, selefiu do më thonë shkaqet e qëndrueshmërisë, sepse secili nëse e shikon rrethin e tij, vendin e tij, ndoshta ka përjetu dhe ka pasë shumë njerëz kanë fillu me fetari, por ose pas një kohë do më thonë janë larguar ata, ose në drejtim tjetër kanë deviju duke kaluar do më thonë në ekstremizëm. Prandaj do më thonë këta shkaqet e zbabu istiqamet i shabab janë do më thonë shumë të rëndësishme, sepse si ka thonë edhe Sheikhul Islam ibn Taymija rahimahullah, se kerameti më i madh, a'dhamul karama luzumul istiqama, kerameti më i madh është qëndrueshmëria në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe prandaj ka thonë edhe Sufjan e-Thauri rahimahullah, mos u çudit për atë që ka devijuar se si ka devijuar, por çuditu për atë që ka qëndruar se si ka qëndruar në këtë rrugë. Thot Sheikh Zeidi rahimahullah, se Allahu subhanahu wa taala i ka lidhur shkaqet me pasojat, rezultatet e tyre. I ka lidhur shkaqet me pasojat, rezultatet dhe efektet e tyre. Ai, Allahu subhanahu wa taala, ka caktuar shkaqe që çojnë në qëndrueshmëri, në udhëzim dhe në të mirë. Këtu Sheikhu rahimahullah i ka përmend, i ka renditur, ose me thonë ma mirë i ka numruar do me thonë, disa prej shkaqeve më të rëndësishme do me thonë, për qëndrueshmërin e njeriut e rinis në fenë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Shkaku i parë që ka përmend Sheikh Zeidi rahimahullah është prania e shembullit të mirë në shtëpi. Me pas i riu, qoftë djalë ose vajzë, me pas një shembull të mirë në atë vend ku ai rritet. Shembull nga ata që e edukojnë dhe që përkujdesen për edukimin e tij. Qofshin ato prindërit e tij ose ata do më thonë që e kanë përgjegjësinë për to. Sepse ata kanë ndikim të madh në formimin e atij personit. Se si ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kullu mauludin yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisan. Çdo fëmijë lind në fitrën e tij të pastër. Pastaj prindërit janë ata që e bëjnë qifut, ose krishter, ose me gjus. Shkaku i dytë të qëndrueshmërisë, thot Sheikh Zeidi rahimahullah, pastërtia e shtëpisë nga mjetet dhe shkaqet e devimit e të humbjes. Pastërtia e shtëpisë nga mjetet dhe shkaqet e devimit e të humbjes në të gjitha format dhe llojet e tyre.
është një çështje e qartë për çdo njeri të mençur dhe të vetëdijshëm në kohën tonë. Që është shtëpi domethënë pastrohet. Pastaj, shkaku i tretë, thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, kushtimi i vëmendjes. Kushtimi i vëmendjes rinis nga ata që janë pjesë e sistemit të edukimit dhe arsimit. Që ata do më thonë që janë pjesë e sistemit të edukimit dhe të arsimit, ata t'i kushtojnë do më thonë vëmendje rinis në edukimin e tyre. Shkaku i katër, thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, është sa u përket drejtorive përkatëse, të cilat merren drejt për drejt me procesin mësimor, që ata do më thonë ti përzgjedhin mësimdhënësit, dhe nëse shohin do më thonë do një mangësi që ti udhëzojnë dhe ti këshillojnë, e nëse shohin mirësi, atëherë ti inkurajojnë në vazhdimin e kësaj mirësie do më thonë. Sepse nëse dikush, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, nuk është i edukuar vetë, nuk posedon edukat, ai, si ka mundësi që ai me eduku dikë tjetër? Si ka mundësi që ai do më thonë t'i edukojnë të tjerit? Ky do më thonë nuk është i përshtatshëm për mësimdhënie dhe edukim, se ai vetë ka nevojë që të edukohet. Shkaku i pestë, thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, për shtatshmëria dhe drejtësia e programit mësimor. Tihet do më thonë programi mësimor i përshtatshëm për moshat, për ata që do më thonë e dëgjojnë dhe e mësojnë, tihet i përshtatshëm dhe i kapshëm. Sidomos, thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, në lëndët që përfshin lëndë fetare, lëndët e gjuhës dhe të historisë. Sepse këto lëndët fetare, lëndët të gjuhës dhe të historisë, kanë ndikim të madh në kthjelltësinë dhe formimin e mendjes. Kanë ndikim të madh në kthjelltësinë dhe formimin e mendjes. E sidomos kur i mundsohet nxënësit një mësues i cili e udhëzon edhe me vepru, jo vetëm me mësu, po atë dije me zbatu, sepse dija dhe zbatimi është ajo rruga e atyrve që Allahu Teala u ka dhuruar mirësi prej pejgamberve, prej siddiqin, shuhada dhe salihin. Pastaj, shkaku i gjashtë, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, prej shkaqeve të qëndrueshmërisë së të rinjëve, bashkëpunimi i shoqërisë, në mënyrë që çdo njeri i mençur dhe i urtë prej saj, të jap kontributin e tij në kujdesin dhe edukimin e të rinjëve, sipas mundësive që ai ka, duke filluar së pari me familjen e vete, në zbatim të fjalës Allahu subhanahu wa ta'ala, wa andhir ashiratakal aqrabin, dhe paralajmëroj farefisin tënd më të afërt, dhe paralajmëroj fisin tënd më të afërt. Shkaku i shtatë, që e përmend këtu Sheikh Zejdi rahimahullah, që është prej shkaqeve të qëndrueshmërisë së të rinjëve, është lidhja e të rinjëve me xhamit, që të lidhen zemrat e tyre me shtëpitë e Allahut subhanahu wa taala, duke i falur në ato xhami namazin me xhamat dhe gjumat, dhe po ashtu nxitja dhe inkurajimi që t'i falen edhe sunnetet, sidomos sunneti i fexhrit dhe i vitrit, dhe po ashtu edhe nxitimi i atyrve të rive, që ata
ta falin namazin e natës, duke u asqaruar atyre vlerën dhe shpërblimin e madh që ka dhe sjell namazi i natës. E gjitha kjo, barakallahu fikum, këto udhëzime, këto këshilla, ka nevojë domethënë për dije, që ti tjetrit t'i asqarojsh, t'ia mësojsh, ka nevojë që njerë vetë të mësojsh, të kuptojsh, edhe të zbatojsh, që ti është domethënë shembull domethënë i mirë. Sepse lidhja e rinis me xhamit dhe faljen e namazit, kjo ka ndikimin më të madh në përmirësimin e sjelljes së tyre dhe drejtimi i gjendjes së tyre. Ti si prind domethënë duhet të kujdesesh që fëmijët tanë domethënë të prezantojnë xhami, ti marrish me vete, sidomos kur fillon ajo mosha që ata kuptojnë domethënë, dhe mosha e dallimit, që kjo me ndiku në shpirtrat dhe zemrat e tyre. Shkaku i 8, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, nxitja dhe inkurajimi të rinjëve që të shoqërohen me njerëzit e mençur dhe të devotshëm, dhe me dietarët selefi, këshillues e të sinqert. Që të bëhesh ti si prind shkak që fëmia yte shoqërohet domethënë me njerëz të mirë dhe njerëz të devotshëm, dhe kur mundsohet domethënë me taku dietar ose nxënës dije domethënë, po ashtu me nxitu në realizimin e atyre takimeve. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka krahasuar shoqërinë me njeriu të mirë si puna e shitësit të parfumit. Nëse nuk t'jep parfum, më e pakta është që kur del nga mexhlisi, kur largohesh nga mexhlisi i atit, të vjen një erë të këndshme dhe të mirë. Ashtu është edhe qëndrimi dhe shoqërimi me njerëzit të devotshëm dhe të mirë. Të sjell dobi në dunja dhe në ahiret, të përkujtojnë. Po ashtu, shkaku i 9. Prandaj këto shkaqe Sheikh Zejdi rahimahullah i ka numruar kështu dhe i ka renditur që t'jenë domethënë edhe më lehtë që me i shënu dhe pastaj edhe me i zbatu. Edhe ti nëse tregohesh nënglizhent ndaj këtyre shkaqeve, atëherë në fund mos u habit dhe mos u çudit nga rezultati dhe pasojave që i sheh te fëmijët, se ndoshta domethënë pikërisht te këto shkaqe ke tregu dhe ke bë lishime. Shkaku i 9, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, udhëzimi i të rinjëve që ta shfrytëzojnë kohën e jetës së tyre, veçanërisht periudhën e rinisë dhe të pjekurisë, në çdo dije të dobishme dhe në çdo vepër të mirë. Edhe po ashtu ta shfrytëzojnë kohën në çështje që u sjellin atyre dobi në çështjeve të dunjas. Se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadamu ibn Adama yawm al-qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'al an khams, an umrihi fima afnah, wa an shababihi fima ablah, wa malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu, wa madha amila fima alima. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se biri Ademit në ditën e Kiametit nuk do të lëviz kur do qëndrojnë para Allahut subhanahu wa taala dhe ka me dhënë llogari, përderisa të pyetet për 5 çështje, 5 sende. Është e para, si e ka kaluar jetën e tij, dhe si e ka e dyta,
si e ka kaluar dhe ku e ka kaluar rinin e tij, dhe për pasurin, nga ku e ka fituar dhe ku e ka shpenzu, dhe po ashtu dhe çfarë ose çka ka vepruar me dijen që e ka mësuar. Do pyetet robi, do merret në llogari. Prandaj mençuri është ai i cili përgatitet me përgjigje për këto pyetje. Shkaku i 10 që e përmend Sheikh Zejdi rahimahullah këtu, prej shkaqeve të qëndrueshmërisë së rinisë dhe të rinjëve, hapja e një biblioteke shtëpiake, duke i caktuar asaj një vend të përshtatshëm brenda shtëpisë, dhe duke e mbushur atë bibliotekë që fillon vogël, fillimisht me librin e Allahut subhanahu wa taala, po ashtu edhe me librat e tefsirit, tefsir Ibn Kathir, tefsir es-Sa'di, sharh Riyadus Salihin të Imam Uthayminit rahimahullah, e kështu me radhë, dhe po ashtu edhe sira, jetë përshkrimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga ripërtërësi Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, e kështu me radhë, që gradualisht do më thënë të rritet aty niveli i dijes, se ti nëse e ke nënglizhu këtë pjesë, vetë edhe ndikimi më i madh është kur fëmia të sheh ty, duke u angazhu me dije dhe me libra dhe me mësime. Nëse ti e ke nënglizhu këtë pjesë, atëherë mos u habit se si nesër dhe ku përfundon fëmia yta, dhe rinia do më thënë. Shkaku i 11, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, paralajmërimi të rinjëve nga shoqërimi dhe qëndrimi me njerëzit e këqij, me ndjeleh dhe mëkatar. Mi paralajmëru do më thënë, kur e shehti fëmin tane, se ai shoqërohet me njerëz të këqij, mëkatar dhe me ndjelet, duhet me parandalu dhe me paralajmëru, sepse shoqëria me to të djeg dhe të fundos. Sepse shoqëria me to të djeg dhe të fundos. Malli i tyre është, malli i atyre njerëzve të këqij, malli i tyre është fjala e kotë, vepra e shëmtuar dhe morali i keq, ndërsa fryti i kësaj shoqërie është humbja në këtë botë, në varr dhe në ahiret. Dhe prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka krahasuar shokun të keq sikur sa ai fërkëtari, ose ka me t'i djeg rrobat, ose më e pakta është kur do largohesh prej tij, ka me të ardhë një erë e pakëndshme dhe të keqe dhe të neveritshme. E gjitha kjo shkaku i qëndrimit me të. Gjithashtu edhe ata, njerëzit të këqij, njerëzit e bidatit, si ka thënë Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, se më e pakta është, dëmi më i vogël që ta sjell njeriu i bidatit është që pas takimi me të nuk do jesh i njëjti sikur se para takimi. Kjo është më e pakta. Edhe ata me moral të keq, edhe me ndjelehtit, pa tjetër do më thonë ata ndikojnë të njeriu për të keqen. Edhe si ka tregu pejgamberi alayhi salatu wasalam, kafsha bile ndikon të njeriu. Nëse njeriu është që ka dele dhe ka deve, ato ndikojnë në karakterin e tij. Dhe shejkhu ynë Sheikh Abdulillah el-Juhani el-Rifai hafidhahullah në ka thënë në Medine, nëse është puna e tillë dhe çështja e tillë që kafsha ndikon në karakterin e njeriut, atëherë si është puna e atij që flet dhe ka mendje dhe doshta është edhe më inteligjencë se ti. Prandaj barakallahu fikum, duhet robi me pas kujdes me kë shoqërohet
dhe me këtë qëndron, dhe po ashtu edhe për fëmijën e vete, dhe për fëmijët e muslimanëve po ashtu, dhe për fëmijët e muslimanëve, sepse muslimanët janë si një trup, nuk është prej sjelljes dhe moralit të muslimanëve me thonë ato tjerit nuk më interesojnë. Shkaku i 12, thot Shejх Zejdi rahimahullah, prej shkaqeve të qëndrueshmërisë të rinjëve. Paralajmërimi të rinjëve nga vendet që i frekuentojnë dhe ku ndihen rehat vetëm njerëzit mëkatar dhe ata që kanë humbur rrugën në jetën e tyre. Ja Abdallah, duro pak, është shkurt, është shumë e shkurt. Duro, përmbahu këtyrve epsheve dhe sprovave dhe çështjeve që të joshen, është e shkurt. Është e shkurt. Mos frekuento në ato vende ku ndihen rehat njerëzit që janë mëkatar dhe njerëzit që kanë humbur rrugën në jetën e tyre, sepse ajo ta rënon jetën, ta prish moralin dhe ta ndryshon fitren. Sepse shpirtrat në ato vende lidhen me cilësi të ulta dhe me çështje domethënë të ndota. Shkaku i 13, thot Shejх Zejdi rahimahullah, paralajmërimi të rinjëve që të mos qëndrojnë të zgjuar natën deri vonë. Sepse kjo është e dëmshme për to dhe e vret mendjen, e shformon zemrën dhe i verbron shikimet, sidomos kur ka në ato qëndrime të gjata gjatë natës shikime që nuk i lejohet muslimanit me i shiku dhe janë të ndaluara, ata ndikojnë në mendjen e njeriu të sidomos të kiriu dhe ja shformon zemrën dhe ja verbon syt, sidomos shikimi i zemrës, qaj me të e sheh të vërtetën, por kur i mbulohet ajo dhe i erësohet, nuk ka mundësi me e pa, edhe nëse ajo qëndron pranë ti. Dhe si pasojë të kësaj, pastaj i humbin obligimet që i kanë dhe Allahu subhanahu wa taala. Dhe kështu thot Shejх Zejdi rahimahullah, shoqëria i humb ata për të cilët thuhet se janë burrat e së nesërmes dhe shtylla e së ardhmes. Këto janë domethënë këshilla të arta dhe përmbledhje madhështore të këtij dietarit madh. I humb ata domethënë që janë domethënë burrat e së nesërmes dhe shtylla e së ardhmes. Pastaj, shkaku i 14. Dhe këtu tash Shejх Zejdi rahimahullah ka me sjell domethënë nën shkaqe ose përshkrim të këtij shkaku domethënë. Këtu në këtë shkak Shejhu rahimahullah tash do zgjerohet. Sepse ky shkak është shumë i rrezikshëm, për shkak se ky shkak paraqitet në formën e fetarisë. Dhe prindi thot, fëmin e kam fetar, e kam mirë, kurse ajo fetaria e tillë që do përmendet tash këtu, nëse ja kap, do më thonë, ndikon në zemrën e tij, ajo do më thonë është e dëmshme për atë fëmijun, për triun dhe për shoqërinë. Thot Shejх Zejdi rahimahullah, paralajmërimi të rinjëve nga shoqërimi me ata që kanë quajtur veten xhamate,
si xhamati i vëllezërve musliman që kanë organizime të fshehta dhe metodologji të importuara, se shoqërimi me këta njerëz, me xhamatin Ikhwanul Muslimin, u aprish të rive akidën e tyre, ndikon për të keqe dhe negativisht në besimin e tyre, dhe po ashtu largohen nga ose pengohen, do më thonë, nga dashuria për dijen dhe mbartësit e saj, dhe fillon ose krijohet urrejtje kundër ata që qëndrojnë përballë të këtyrve lëvizjeve. Edhe ju tash dëgjoni këto pika, që janë 20 pika tash që kam i rendit Shejhu Rahimahullah, dhe boni një vlerësim dhe krahasim në vendet tona dhe ma gjërë. Rallëherë, kum pa një përshkrim kaq precis dhe i bukur dhe spektakular, si këtu do më thonë që e bon këtu El-Allama Sheikh Zejdi Rahimahullah. Se këta njerës, këto xhamate, këto lëvizje, këto struktura mbjellin në zemrat e të rinjëve armiqësi kundër pushtetarve. Mbjellin armiqësi, do më thonë, kundër pushtetarve. Dhe prandaj, ata fillojnë edhe të kenë urrejtje kundër atyrve dietarve që i sjellin argumentet nga Kurani dhe Sunneti në lidhje me bindjen ndaj pushtetarve. Dhe kur dikush edukohet me vite dhe 10 vite me një edukim i tillë, që nuk është edukimi i Imam Ahmedit dhe Imam Buhariut, por është edukimi i Hasan el-Benna dhe Sejt Kutubit, atëherë është shumë vështirë që ti atë person ta largojsh prej asaj metodologji dhe ideologji që e kanë ata njerëz. Ata e quajnë vetën po ashtu aktivist të lëvizjes, por është një lëvizje risimore që nuk ka bazë në librin e Allahut subhanahu wa taala e as në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thosh Sheikh Zejdi Rahimahullah, duke filluar tash, sepse kjo ndikon po ashtu në qëndrueshmërinë e të rinjëve, që t'jenë, do më thonë, në dije të plot rreth këtyrve lëvizjeve, sidomos lëvizja Ikhwanul Muslimin, që ka lëvizja e tyre, do më thonë, ka kapluar gati tër botën dhe ka ndiku në shumë vende dhe në shumë shoqëri. Edhe pastaj çuditësh pse fëmia ndryshoi, pse fëmia u largua. Prandaj mësoj ti këta që nesër nëse sheh diçka te fëmijët ose te dikë tjetër, domethënë që ti je domethënë i parapregaditur, që ti je i parapregaditur. Dhe ato kanë, thotë Sheikh Zejdi Rahimahullah, disa cilësi, disa karakteristika, domethënë lëvizja e Ikhwanul Muslimin, që ata me atë lëvizje i largojnë muslimanët nga rruga e pejgamberit alayhi salatu wassalam, i largojnë nga rruga e qëndrueshmërisë së vërtet. Kanë disa karakteristika. Karakteristika e parë, dhe duhet me i shënu këto karakteristika dhe këto cilësi, sepse duhet ta dish, ja Abdullah, se nëse ti ke shpëtuar prej kësaj ideologjie, dije
se ata do të tentojnë t'i kapin fëmijët yta. Të t'i kapin fëmijët, do më thonë. Nëse ti ke shpëtu dhe ke kuptu dhe je distancu dhe je largu, ata nuk ndalen, do vazhdojnë me intrigat e tyre tek fëmijët e muslimanëve. Sepse ata, me shti që thot Sheikh Zejdi rahimahullah, me ato të rit i përdorin si ushtar të tyre në realizimin e synimeve të lëvizjes së tyre. Karakteristika e parë, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, përkushtimi i tyre ndaj idesë së grumbullimit të rinjëve dhe të tjerëve rreth mendimit të Ikhwanul Muslimin, i cili është i importuar nga jashtë këtyre vendeve. Ata do thënë maksimum të përkushtuar që të grumbullojnë sa ma shumë njerëz. Pa marrë parasysh, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, në çfarë akide janë ato njerëz. A janë njerëz që pretendojnë për veten e tyre se janë në akiden selefia, ose janë rafidha, ose janë kuburijun, e kështu me radhë. Dhe kjo tregon se kjo lëvizje që i ka kapluar dhe i ka kapur shumica e xhallarëve në trojet tona këtu. Shumica e xhallarëve janë prej Ikhwanul Musliminve. Ata, dhe kjo është një gabim i rëndë, dhe fatal në akiden e sakt, selefie, sunnie e therie, që nuk e zbatojnë këtu el wala wal bara. Do më thonë, të duash për hir të Allahut dhe të uresh për hir të Allahut subhanahu wa taala. Ata kanë një defekt të madh në këtë bazë. Sepse po të ishin me të vërtet xhelos për këtë fe, për akiden që jo shpallur Muhammedit alayhi salatu wassalam, ata nuk do bëheshin, si që thot dietari madh kolosal Sheikh Ahmed an-Nejmi rahimahullah, se janë sikur se një supermarket. Ikhwanul Muslimin janë si një supermarket, që në të i gjen të gjitha llojet e njerëzve të devijuar, sepse pikërisht ata kanë këtë grumbullimin, që me i grumbullu, do më thonë, me i grumbullu njerëzit rreth idesë së tyre, idesë së Ikhwanul Musliminve. Karakteristika e dytë, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, përpjekja e pandërprer, si fshehurazi, ashtu edhe haptazi, për të rëzuar qeverit në botën islame, pa përjashtuar as një shtet islam, e në radhë të parë Saudin. Kjo lëvizje dhe këto përpjekje sjellin kaos, dhe u sjellin njerëzve fatkeqësi, dhe këto veprime dhe përpjekje janë në kundërshtim me menhegjin e thirrjes së pejgamberit alayhi salatu wassalam, e cila ka qenë një thirrje mbushur me urtësi dhe mëshirë. Do më thonë, shikoni pse është në kundërshtim. Jo për shkak që kanë kundërshtuar diçka personale, që kemi diçka personale, jo. Ata
me këto përpjekje dhe veprime janë në kundërshtim me menhegjin, metodologjisë së thirrjes së pejgamberit alayhi salatu wassalam. Karakteristika e tretë, që gjitha këto pastaj karakteristika barakallahu fik ndikojnë te njeriu, te të rinjt sidomos, në qëndrueshmërinë e tyre. E treta, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, nxitja e urrëties në zemrat e të rinjve ndaj udhëheqësve të kësaj toke. Domethënë të Mbretërisë Arabi Saudite. Ata bëjnë përpjekje të mëdha që të mbjellin urrëtie në zemrat e të rinjve kundër Mbretërisë Arabite Saudisë. Dhe prandaj, prej metodës që ata e përdorin është se kur botojnë libra rreth ideologjisë së tyre, botimet e para shkojnë në Saudi, sepse rinia e Saudis është e para që është e synuar. Pastaj, vendet tjera rreth Saudis e ma vonë domethënë edhe vendet që janë më larg. Por synimi kryesor është rinia e Saudis, që t'u aprishin akidën. Prej karakteristikave të Ikhwanul Musliminve është, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, betimi i shpesh në Allahun me gënjeshtër dhe mashtrim. Prandaj ja Abdullah, mos u mashtro nga ato lotat krokodilash, që i derdhin ata në për mimberet e tyre, ku do qofshin? Ata e betohen shpesh në Allahun subhanahu wa taala me gënjeshtër dhe mashtrim. Ata, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, ata e konsiderojnë këtë në dobi të suksesit të thirrjes së tyre. Sepse është metoda, domethënë, qëllimi justifikon mjetin. Qëllimin e justifikon mjetin. Karakteristika e pestë, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, që është e përafërt me karakteristikën e katërt, mos ruajtja nga gënjeshtra. Se gënjeshtra është një njoll dhe turp për burrat, ndërkohë që ata e konsiderojnë atë në dobi të thirrjes drejt metodologjisë së tyre. Prandaj, sipas tyre, nuk ka asnjë pengesë që të zhyten në gënjeshtër si udhëheqësit, ashtu edhe pasuesit e tyre. Ata zhyten, zhyten në gënjeshtra dhe mashtrime, udhëheqësit dhe pasuesit. Karakteristika e shtatë, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, sulmet e tyre të fshehta dhe të hapura kundër udhëheqësve dhe dietarëve. Thot Sheikh Zejdi rahimahullah, ka prej dietarëve të sunnetit, si që është Sheikhul Islami i kohës son, Imam Ibn Bazi rahimahullah, që shumë prej njerëzve dhe kundërshtarëve të tij kanë dëshmu për dijen e tij dhe vlerën e tij dhe asketizmin e tij. Kanë dëshmu. Kurse këta Ikhwanul Muslimin e sulmojnë, e nënshmojnë, e nënvlerësojnë. Dhe për këtë ata përpillojnë poezia, vargje të tëra domethënë, ku sulmojnë imamët e sunnetit. Karakteristika e shtatë, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, rebelimi kundër pushtetarëve me të gjitha format e rebelimit. Pa i peshuar veprimet e tyre me peshorën e Koranit dhe sunnetit dhe pa marrë parasysh pasojat. Kjo është metoda e xhawarijve. Kjo është metoda e xhawarijve. Dhe ka thënë Imam Fauzani hafidhahullah, Ikhwanul Muslimin
humul khawarij, ikhwancat janë khawarij. Kjo është prej karakteristikave të tyre, që me çdo lloj forme, domethënë, ata tentojnë të bëjnë kryengritje kundër pushtetarëve, pa me i peshu ato veprime dhe rebelime dhe kundërvajtje me peshorën e Koranit dhe Sunetit. Kjo është domethënë ajo mes nesh dhe ata. Mes nesh dhe ata është kjo peshore e cila, siç e thot dietari kolosal Sheikh Rabia rahimahullah, peshore që nuk luhat. Koran, Sunnet, sipas kuptimit të salafus salih. Kjo është peshorja mes nesh dhe atash. Dhe ata. Se selefit, es-selefiyun, haqqan wa sidqan, ata i vlerësojnë fjalët e tyre, veprat e tyre, thirrjen e tyre në peshorën e Koranit dhe Sunetit, sipas kuptimit të salafus salih. E teta, karakteristika e tetë, mungësia e kujdesit për akidën e sakt islame, e cila është themeli dhe baza e fesë. Si pasojë të kësaj, ignorancë, padije i sheh të përzir. Përzir do më thonë me rafidhat, me shiat, të përzir me kuburijun, përzir me sufista, e kështu me radhë. Sepse të gjitha ata i bashkon sistemi i partisë, partia i Ikhwanul Muslimin. Partia, sepse ata nuk janë të edukuar me akide të saktë. Ai nuk e ka akidën e Imam Ahmedit, e as të Ali ibn Medinit, po e ka akidën e Hasan el-Benna dhe Sejid Kutubit dhe el-Maududi, e kush ec do më thonë në orbitin e tyre. Karakteristika e nëntë, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, dashuria për organizimet e fshehta nëpërmjet qendrave kulturore. Dashuria për organizimet e fshehta nëpërmjet qendrave kulturore, klubeve sportive, grupeve rinore, grupi rinor Islam Kërqov, grupi rinor Islam Shkup, grupi rinor Islam Tetov, grupi rinor Islam Andej dhe Këndej. Madje edhe në përmjet shkollave bamirëse për mësimin përmendsh të Koranit, i përdorin ata si mbules, pas të cilës trehohen njerëzit e mashtrimit dhe tradhtisë. Ato shkollat që thonë hajdeni mësonin Koran, ne veç Koran u mësojmë. Pastaj fëmija tritet dhe të bëhet tekfiri. Të bën tekfir, vjen te shtëpia thotë ti si je musliman. Thotë ti je kafir. As nuk ta thën selamin, as nuk ta han mishin që ke therr ti vetë me dorën tënde, në bafçën tënde. Se thotë ti je kafir. Dhe lojaliteti i ti ndaj lëvizjes ikhwanie është më e rëndësishme dhe më parsore se sa ndaj babës dhe nënës dhe muslimanëve dhe prijesve të muslimanëve. Prandaj jo vetëm ne të mësojnë fëmija çka ka të keqe mëson Koran, po mëson Koran, por pas mbartësve të asaj shkolle ose atit institutit që ndrojnë në shumica e rasteve njerëz të tillë që ta prishin akidën e fëmijës sate dhe pastaj habitesh nga erdhi kjo, nga na erdhi kjo. Karakteristika e 10, vendosja e gjërave jo në vendin e duhur. Sikurse lavdrimi i tyre, thurja e lëvdatave për njerëzit të bidatit. Kurse në anën tjetër, qortimi i atyre që meritojnë lëvdat dhe merita që kanë. Karakteristika 11. Ngritja e parullës së xhelozisë për sheriatin islam dhe shfaqja e urrëties ndaj sekularizmit.
Por këto njerëz që sjellin këto parolla, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, kanë vepra të fshehura në fshehsi që i veprojnë, që është domethënë në kundërshtim me asaj që ata i nxjerrin në parollat e tyre. Do thonë, mos u mashtro prej parollave, po shikoj realitetin dhe thelbin. Këta në shumë, ngritja e parollës të xhelozisë për shariatin islam. Edhe ti, s'ke dije, s'ke përvojë, s'ke njohuri, edhe të mashtrojnë. Edhe të mashtrojnë. Karakteristika e 12, thot Sheikh Zejdi rahimahullah. Prej karakteristikave të ihwancave është kërkimi i të metave të udhëheqësve në vendet islame në përgjithësi, e në veçanti në Saudi. Ata do të thonë hulumtojnë, kërkojnë gabimet, lishimet, rëshqitjet e pushtetarve të vendeve islame. Sidomos për, do më thonë, shtetin të tauhidit, shteti, do më thonë, në Saudis. Dhe jo vetëm kaq, po kalojnë edhe në akuza. Duke thonë se dietarët selefi janë njerëz në shërbim të tjerëve, se u janë nënshtruar presioneve. Edhe tash, këto fitnet e fundit, dëgjoni, reflektoni edhe krahasoni. Mos ëndroni me sytë të hapur. Kjo është prej dyshimeve dhe akuzave të Ikhwanul Musliminve, që thojnë se dietarët janë nënshtruar presioneve. Ata nuk mundet me dhënë fetva çka dun ata dhe si dun ata. Nuk mundet me mbajt një qëndrim tjetër Imam Feuzani dhe Imam Luhajdani, pos ati që ja servon mbreti. Edhe dalin pastaj se kjo është prej shirkut. Do më thonë, imamlarët e tauhidit, që 80 vite kanë kaluar në shpjegimin e tauhidit dhe paralajmërimi prej shirkut, kanë ra në shirk. Kurse ata që jetojnë në perëndime këtu e këndej dhe andej, ata e kanë kuptuar, do më thonë. Shikoni, kështu do më thonë, në mënyrë graduale a i të largon ty prej dietarëve. Se me ta thënë për fillim troq, do shta si merë, nuk ja pranon, ama në mënyrë graduale. Hap pas hapit, edhe përfundon, do më thonë, pastaj, me këto mendime dhe me këtë ideologji, që akuzojnë dietarët se janë të nënshtruar ndaj presioneve, dhe se nuk kuptojnë realitetin ata. Se nga zemrat, akuzojnë dietarët, se nga zemrat e tyre ka vdekur xhelozia për shariatin, dhe duke u amohuar pozitën e tyre si referencë fetare. Dhe thotë Sheikh Zejdi rahimahullah se një prej të vegjelve të Ikhwanul Musliminve më ka tërgu një shkrim, një letër, ku në atë letër më ofendon të mua dhe Sheikh Ahmed e Nejmi rahimahullah. Dhe shpesher, ato letra janë të shoqëruara me kërcënime të ashpra, pa mëshirë. Prandaj mos u habitni tash kur reagojnë dikush prej Kumanovës, prej Tiranës edhe folin e kështu. Se atyre u pengon që daveti selefit përhapet. U pengon që realiteti i tyre të kuptohet dhe ta marrin vesh njerëzit. Kjo do më thonë i ka qit ata nga komoditetin që e kanë pas. Që mos largohen, a i grumbullimi mos prishet. Në çfarë do qoftë drejtim,
Në çfarë do qoftë drejtim. Karakteristika e 14 është, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, shpeshtimi i mashtrimit me fjalë të stolisura dhe i polemikave me ata që i thrasin të tërhiqen nga gabimet e qarta në metodologjinë e ikhwancave. Do thonë ata bëjnë mashtrime me fjalë të stolisura dhe polemizojnë dhe ata shfaqen, thot Sheikhu Sheikh Zejdi rahimahullah, pamja e jashtme është shfaqje me xhelozi për shariatën islam, ndërsa brendësia e saj përmban mashtrim, intriga dhe përpjekje për devijimin e çdo përkrahës të metodologjisë selefie. Do thonë pamja e jashtme duke xhelozi, po brendësia është me deviju. Edhe për këtë shpenzojnë para të shumta dhe maramense. Pse do më thonë këto ikhwanul musliminët në trojet tona nuk u a kanë mësuar njerëzve, nuk u a kanë bjell njerëzve akidën të saktë fillimisht, pastaj edhe sektet të devijuara që ekzistojnë brenda islamit, po vetëm e vetëm u mësojnë se ka një sekt, ka një lëvizje me të khelije rabjofca. Do më thonë, ignoranti më i madh dhe fillestari të ata është i paralajmëruar kundër selefive, që ata i etikojnë me padrejtësi si rabjofca dhe me të kheli. Pse gjithë ky mund dhe kjo përpjekje? Pikërisht, do më thonë që sepse selefit janë përkrahës të së vërtetës. Ata janë, do më thonë. Prandaj ata duan, do më thonë, me çdo mundësi me i largu prej asaj metodologjia e selefëve. Edhe prandaj ata i kapin nxënësit e dijes. Sa i thot, dhe ata mendojnë ashtu, po e kapin nxënësin, ai do ketë nesër pas vetë xhamat. Dhe kështu nëpërmjet atij e kemi fituar xhamatin e tij. Dhe kështu e kanë zgjeruar, do më thonë, në influencën dhe ndikimin e tyre të muslimanët. Prandaj shpenzojnë ata, shpenzojnë para, do më thonë, maramenca, që me i kap studentat, nxënësit e dijes. Dhe shumica janë të shitur. Shumica prej nxënësve të dijes dhe të hoxhallarëve që i shehnin nëpër ekranet janë të shitur. U pëlqen, s'u pëlqen, është puna e tyre. S'kan dash ta shesin veten e tyre për lekun e dunjas. Karakteristika e 15, që me ato karakteristika ata tentojnë t'i largojnë të rit nga qëndrueshmëria e vërtetë. Teprimi i partisë ikhwancave në ilahije dhe recitimet e tyre. Teprim. Bile kanë ata ilahista, kanë këngëtar me emra, dhe kanë kujdes të madh, thot Sheikh Zejdi rahimullah, për ta mësuar përmendsh melodit dhe poezit të tyre. Ata kanë thënë, ky është nashit islam, kjo është ilahije islame, sekret janë veshin, do më thonë, e maskojnë, e amballazhojnë, do më thonë, me emrin islam. Ilahi islame, levizje islame, demonstrata islame, përplasje islame, rebelim islame, shumë e radhë. Do shta edhe do thoi nesër edhe futbal islam. Po, plash islame kanë, do më thonë, kanë dalë. Plazha kështu, plazha ashtu. Ja, Abdullah, janë disa vite. Bo sabër. Dhe kanë thonë, kjo është nashit islam. Dhe kush e kundërshton atë, ai nuk e kupton realitetin.
as të kaluaran e as të tashmen. Shikoni do thonë me çfarë parolla vijnë dhe me çfarë fjalë të rënda do më thonë, që të fusin do më thonë në pasiguri, se kush e mohon atë ilahien e Adem Ramadanit, edhe kush do qoftë, ai do më thonë nuk e ka kuptuar realitetin e darsmave dhe këngëve, as në të kaluaran e as të tashmen. Thot Sheikh Zejdi rahimahullah, ka thënë njëri prej këngëtarve të tyre, të Ikhwanul Musliminve, atë shumë kam bërë ilahie, ose atë shumë këndojsha ilahie, kënga islame që ata e përshkrujnë me padrejtësi, derisa i qojsha njerëzit të qajnë. Dhe thot Sheikh Zejdi rahimullah, kur e dëgjova këtë fjalë, mu kujtua fjala e poetit, duke thënë, kur u lexonte Kur'ani, ata ulnin kokat, jo nga frika, por ishte për ulje e një njeriu të pakujdesshëm dhe të hutuar. E kur vinte kënga, ata binin mbi të si mizat, pasha Allahun, ata nuk kërcenin për hir të Allahut. Dafi, fylli dhe melodia e këngëtarit, kur val ke par adhurim me argëtim, kur val ke pa adhurim me argëtim. Shtyllat e islamit janë 5. Pas shahadatein vjen namazi, nuk ka t'jo argëtim, është qëndrim para Allahu subhanahu wa taala. Pastaj çështja e zakatit, pastaj çështja e agjerimit, pastaj çështja e qëndrimit në Arafat dhe haxhit. Këta çështje nuk janë argëtim, janë çështje serioze që njeriu i kryen ata me plot përkushtim dhe seriozitet. Nuk është kjo lojë, nuk jemi këtu në kish, sepse këta ilahistat prej ardhjen e kanë prej kishave. Ata e shoqërojnë adhurimin e tyre me këngë dhe recitime. Nuk ka bas kjo në fenë e tauhidit që jo shpallur Muhammedit alayhi salatu wassalam. Karakteristika e 17. Përqeshja dhe përgojimi nga ana e pasuesve të Ikhwanul Musliminve ndaj çdo kujt që nuk pajtohet me drejtimin e tyre, prej ulemave dhe nxënësve të dijes që ecin sipas menhegjit së selefëve. Ata i quajnë ata dietar letrash, të këqi, dietar të ulur pasif. Shikoni kur vjen ai me komentin edhe thot se këta s'din gjë tjetër vetë se të lexojnë prej librit. Kjo nuk e ka sjell ai, nuk është malli i atit ky. Kjo është malli i vjetër të Ikhwancave në Saudi dhe në Egjipt dhe vendet arabe. Është domethënë para disa dekada. Kjo është akuza domethënë. Ulema waraq, dietar letrash, s'din ata, vetëm prej librit lexojnë. Edhe ata domethënë i kanë cu kështu, va kanë bjell këtë që dalin aty, si që tha shekhu jon Shekh Gjemali hafidhahullah, dhe tregojnë pralla. Për pralla nuk ka nevoj për dije, nuk ka nevoj për njohurim me i tregu ato prallat, por me tregu baza dhe regula dhe definicione. Kjo ka për dije dhe bagazh. Shkoni, kjo është domethënë e vjetër, e hershme, që me i ofendu dhe me i nënvlerësu dhe me akuzu dietarët sunetit se janë dietar letrash, janë dietar të ulur pasif. Pastaj, karakteristika e 17, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, caktimi i prijesve e mirove mbi individët e organizuar që ndjekin metodologjinë e tyre në çdo zonë ose qytet sipas nevojës. Ne kena pas në Kërçov një emir,
e mirë, ata për vete, do më thonë, ai thoshte, jam e mirë i këtyrve Khawarijve. Do më thonë, ku erdi, ku lindi ideja e këtyrve Khawarijve në 2006 dhe 2007 të caktojnë për vetën e tyre një emir? Do më thonë, këto çështje është agent që ata e ndjekin me përpikshmëri. Caktojnë, do më thonë, emira, caktojnë prijes në çdo rajon ose qytet sipas nevojës, dhe thotë Sheikh Zejdi rahimahullah. Dhe prandaj për shkak këtyrve përshkrimeve precize dhe të detajuara e kanë ata këtë urrëtie kundër dietarëve selefi. Se dietarët selefi zbulojnë ata. Thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, këta emirat në shumicën e rasteve janë të rinj të mashtruar me veten dhe me pozitat e tyre drejtuese. Janë të mashtruar, domethënë. Janë të mashtruar. Edhe, thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, më ka treguar një person që ka qenë një periudhë të gjatë me Ikhwanul Musliminve, se aty ka etapa dhe faza që ata nuk ja zbulojnë njeriu, domethënë fshehësit e tyre, derisa domethënë të fitojnë besim të madh. Karakteristika e 18. Dëgjoni me vëmendje. Fshehësia, ndryshimi i ngjyrave, dyftyrësia dhe afrimi tek ata për të cilët mendojnë se do të shërbejnë kauzës së tyre. Aq, do më thonë maskohen dhe fshehen, aq sa që gjendja dhe realiteti i tyre mund të mbetet i fshehur edhe atyre prej dietarëve me të cilët shoqërohen për një kohë të gjatë. Do thonë, jo vetëm awamit, jo vetëm njerëzit thjesht, dietarëve, sepse fshehen ata, se thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, sepse ata nuk shfaqin diçka në prani të dietarëve për me u qortu dhe për me u kritiku. Prandaj do më thonë, kjo është ajo dhimbja e madhe që imami Sheikhul Islami i kohës, Sheikh Rabia rahimahullah, i ka zbulu, do më thonë, këto imëci. Prandaj është dhimbja e madhe dhe janë çmend, janë hutu. Se i ka kap, do më thonë, këto sende, do më thonë, që ndoshta disave prej dietarëve, do më thonë, u mbetet e panjohur. Dhe thotë Sheikhu Sheikh Zejdi rahimahullah, ato që i kanë në realitet nuk i nxjerrin në pah veçse para udhëheqjes së tyre ose para atyre që janë në të njëjtën rrugë me ta. Do më thonë, ai nuk ta shfaq realitetin që e ka. Edhe ti mundet mashtrohesh, do më thonë që më miskin për gjinof nuk i ka ato sene. Jo, ai do më thonë nuk ta tregon realitetin, ai nuk të beson, se nuk i ke kalu ato etapat e shpërlarjes së trunit. Karakteristika e 19 që përmend këtu Sheikh Zejdi rahimahullah është që ata do më thonë bëjnë përpjekje të mëdha të arrijnë në majën e pushtetit. Dhe për këtë do më thonë përdorin çdo lloj mjeti. Sepse, si ka thënë edhe Sheikhu jon Sheikh Rabia rahimahullah, Ikhwancat pretendojnë se kur do hypin në majën e pushtetit, nga lart poshtë do e zbatojnë sheriatin. Kjo është, më thonë, ajo parolla e rremt dhe mashtruese. Pastaj karakteristika e 20, thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, teprimi ose glorifikimi ndaj
kokave dhe udhëheqësve së tyre. Dhe i quajnë ata se ata janë kuptuesit e realitetit. Ata kuptojnë realitetin. Këto djetarat Ibn Bazi, Uthejmini, Albani, Rahimahumullah, nuk e kuptojnë realitetin. Nuk janë të aftë, si pas tyre. Por këta, Selmani, Seferi, Nasr el-Omar, Ait el-Qarni, dhe thot, shikoni çfarë poezia përpillojnë ata, duke bërë lavdata për njerëzit e tyre. Duke thonë, falinderimi takon Allahut, sepse shpresat janë të ndryshme përderisa në radhët tona janë Selmani ose Seferi. Shikoni, kanë poezi që ata i kanë shkrujtur dhe i kanë përhapur në mesin e të rive. Njerëzit e devotshmërisë, të mençurisë dhe të dijes, këta janë të devotshëm, këta janë të dijes, këta janë domethënë të mençur. Dia e të dyve është si dielli dhe hëna për këtë vend. Cili vend është ky? Vendi i tauhidit, domethënë dia e Ibn Bazit, e Uthejminit, e Luhejdanit, e Fauzanit, e Rabias, e Ubejdit, e Abadit. Nuk mjaftoi kë. Po këta Selman o Selman, në ngritje e fes, paraqitja jote ka dal, je juristi ynë, shejhu ynë, dhe mendimi ytë merret parasysh. E kështu do më thonë deri në fund edhe Ait el-Qarni, edhe Nasr el-Omar, këta kokat e tekfirizmit, pastaj vinë edhe takohen me Enis Raman, me Shefqetin, me tjetrin, me Ahmed Kalan, dhe thonë se këta janë dietarë që kanë pas dikim dhe kena fitu dhe kena pas dobi. Kush janë këta njerëz? Këta janë koka televizjes e Ikhwanul Muslimin që kanë shkaktuar dëme më të mëdha, domethënë vendet arabe. Prandaj njerëzit që janë përgjegjës për këtyre sendeve duhet i marrin parasysh dhe të kenë kujdes. Thot Sheikh Zejdi Rahimullah, me këto poezi ata i nxisin emocionet e të rinjëve dhe ndikojnë domethënë tek ata njerëz që hisja e tyre nga kuptimi i fesë është i vogël dhe ata nuk kanë njohuri për atë me të cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vula e pejgamberëve. Aty ndikojnë ata. Aty do më thënë kapin ranjë dhe vend. Ai i cili nuk ka kuptim, nuk ka dije. Dhe pretendojnë drejtësi dhe pretendojnë se duan solidaritet, do më thonë, dhe largimi i padrejtësisë prej atyre që janë të shtypur, thotë Sheikh Zejdi Rahimullah. Po, drejtësia, zbatimi i drejtësisë në tokë dhe largimi i zullumit prej atyre që janë të shtypur, është prej qëllimeve të sheriatit. Është prej qëllimeve të sheriatit dhe është prej bazave të gjykimit në këtë mbretëri. Është prej bazave. Zbatimi i drejtësisë dhe largimi i padrejtësisë nga të shtypurit, me padrejtësisht. Por nëse ndodh, thotë Sheikh Zejdi Rahimahullah, ndonjë mangësi ose lishim, atëherë kërkohet përmirësimi sipas metodave dhe rregullave sheriatike. Domethënë nëse ka ndonjë lishim, ndonjë gabim, ndonjë rrëshqitje të pushtetarit, të mbretit, të organeve përkatëse, atëherë ato trajtohen, thotë Sheikh Zejdi Rahimullah, me metoda dhe rregulla të sheriatit, jo me metoda të importuara. Jo me metoda, domethënë, të importuara. Se duhet ta dini, barakallahu fikum, se kur edhe ato metoda dhe rregullat sheriatike që i din se si t'i zbatojnë kibarul ulama, dietarët e mëdhej. Ata din, domethënë, se si dhe ku t'i zbatojnë dhe t'i implementojnë. Edhe duhet ta dini, barakallahu fikum, se kur armiqtë e Islamit u ballafaqon me muslimanët në kohën e parë, në kohën e pejgamberit alayhis salam dhe të sahabëve ridwanullahi alehim, e pan ata
se nuk munden të imposhtin muslimanët në ballafaqim drejt për drejt. Atëherë kaloi çështja në el-ghazu el-fikri, luftë ideologjike. Dhe ata, el-Mu'tazila, el-Jahmiya, e kështu me radhë, janë domethënë të futura prej armiqve të Islamit. Edhe Rafida, edhe Khawarij, prej armiqve të Islamit. Pse? Që mi largu muslimanët nga qëndrueshmëria e vërtet në fenë e tyre. Edhe Ikhwanul Muslimin janë pikërisht e kanë këtë rol, që t'i largojnë muslimanët nga feja e tyre të saktë. Pastaj, dhe thotë Sheikh Zejdi Rahimullah, këta në disa karakteristika të kësaj lëvizje, që duhet njeriu me imësu dhe të jetë, domethënë, i kujdesshëm. Kujdeset për veten e tij dhe për familjen e tij dhe për rrethin e tij. Pse përndryshe, domethënë, nëse thash në fillim, nëse nuk ndikojnë te ty, atëherë do mundohen, domethënë, te pasardhësit tuaja. Se ata i duan ata që ti përdorin si ushtar për ideologjinë e tyre. Pastaj në fund Sheikh Zejdi Rahimahullah përmend këtu masadir asbab al-istiqama, domethënë burimet e shkaqeve të qëndrueshmërisë. Burimet e shkaqeve të qëndrueshmërisë. Thotë Sheikh Zejdi Rahimahullah, se ajo që nuk kanë diferencë në mendim, nuk ndryshojnë domethënë dy dietar të dijes dhe të imanit, se prej shkaqeve kryesore, domethënë ku buron qëndrueshmëria, prej shkaqeve domethënë është e para, thotë Sheikh Zejdi Rahimahullah, libri Allahut Subhanahu wa Taala, që Allahu Taala e zbriti atë përmes qarut çdo gjë, udhëzim, mëshirë dhe përgëzim për muslimanët. I porositi Allahu Subhanahu wa Taala robërit e tij që t'i kushtojnë vëmendje. Që t'i kushtojnë, domethënë, vëmendje duke lexu, duke meditu, duke zbatu. Po ashtu i ka porositur muslimanat edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për Kur'anin. Për Kur'anin është prej shkaqeve ose prej burimeve kryesore e shkaqeve të qëndrueshmërisë. Dhe thotë Sheikh Zejdi Rahimahullah, selefët pikërisht këtë e kanë njohur dhe e kanë kuptuar. Prandaj ata e kanë konsideru, domethënë, se ajo është prej burimeve kryesore dhe më madhështore prej shkaqeve të qëndrueshmërisë në rrugën e drejtë dhe e saktë. Sepse aja ndriçon, domethënë, me dritën e tij ata ndriçohen dhe kanë konsideru si ushqim të dobishëm për zemrat e tyre, dhe pastrim dhe edukim për shpirtrat e tyre, dhe dëlirje për gjymtyrët e tyre. Domethënë, kanë lexuar Kur'anin dhe janë pastru. Edhe siç e thot Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhuma, se nuk i kena mësu 10 ajete dhe nuk kena kalu, domethënë, me ajete tjera të mësojmë, të memorizojmë, për vetëm se ato 10 të para i kemi kuptu dhe i kemi zbatu, dhe kështu janë pastru, kështu janë eduku, domethënë. Dhe thotë Sheikh Zejdi Rahimahullah, ata domethënë e kanë zbatuar librin Allahu Subhanahu wa Taala në jetën e tyre të përditshme. E kanë bërë halal atë që është halal në librin Allahut dhe kanë ndaluar atë që është ndaluar në librin e tij, dhe besojnë në ata ajetet që janë të qarta dhe të prera, dhe ata domethënë që janë mutashabih dhe janë stolisur domethënë me edukatën e tij, dhe kanë nxitur për atë që kanë nxitje në Koran dhe janë larguar prej asaj që ka aty ndalesa, dhe besojnë domethënë në ato premtime që janë në librin Allahut Subhanahu wa Taala dhe në kërcënimet. Edhe kanë marrë mësim prej historive dhe ndodhive që janë përmendur në librin Allahut Subhanahu wa Taala, dhe kanë përfituar prej udhëzimeve që janë në librin Allahut Subhanahu wa Taala, dhe kanë zbatu duke lexu, duke kuptu dhe duke punu me të gjatë ditës dhe natës.
fa hudu ila al-haq, dhe kështu janë udhëzuar në të vërtetën, dhe janë furnizuar me el istiqama, me qëndrueshmëri. Pra, përgëzim për këta njerëz në dunja, në barzakh dhe në ahiret. Dallim për atyre njerëzve që janë largu dhe ja kanë kthyer shpinën librit Allahu subhanahu wa taala, që janë privuar nga jeta e mirë, nga jeta e këndshme. Se Allahu taala thotë: "Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran, fama lahu min nur." E ati që Allahu nuk i jep dritë, ai nuk ka dritë. Pastaj, burimi i dytë të shkaqeve të qëndrueshmërisë është suneti profetik, suneti pejgamberit, që është tefsir për Kur'anin. Shkaku i tretë është siratun nebi sallallahu alaihi wasallam, do më thonë jetë përshkrimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shkaku i katër është siratu salafi salih, do më thonë jetë përshkrimi i selefëve të mirë, që me i lexu do më thonë jetë përshkrimet e tyre, me i studiu do më thonë biografitë e tyre. Është prej shkaqeve të qëndrueshmërisë. Barakallahu fikum. Dhe se ata, selefus salih, janë trashëguesit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në kryet të tyre sahabat e pejgamberit, pastaj tabiinat, pastaj ata që i kanë ndjekur ata në mënyrë më të mirë. Këto janë burimet kryesore që konsiderohen si referencë themelore për shkaqet e, domethënë, për shkaqet e qëndrueshmërisë. Edhe thot Sheikh Zejdi rahimahullah, dhe me këtë e përmbyllim, është çështja e atyre njerëzve që janë të ngarkuar me edukimin e të rinjëve, që duhet ata të kujdesen për to, duke lexuar librin e Allahut, duke lexuar sunetin, duke lexuar biografinë e pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe biografitë e selefit, që të thellohen në këto, që ta zgjerojnë kuptimin dhe ta zgjerojnë horizontin e tyre, që kështu të jenë shembulltyr të mirë dhe të bukur për të rit në vepra dhe zbatim. Që kështu do më thonë të vinë dhe të japet do më thonë frutat e veta të pjekura. Në saj tjetër do më thonë edukuesi është prej atyreve që vetë e zbaton dijen që e di dhe ka mësu. Dhe me këtë të përfundojmë ligjeratën. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.